Përshëndetje Granit Hyseni. Përshëndetje. Përshëndetje doktor, edhe është kënaqësi që të kam këtu, që ke ardhur në podcastin e Dental Leader, dhe ne që e quajmë Dental Leader Podcast. Kjo për mua është një nder dhe një krenari, sepse unë shpesh kam folur me dentistët shqiptarë nëpërmjet podcastit tim dhe kam dashur t'i jap atyre disa mesazhe. Nivelin e Dental Leader Course-it, profesorët e mëdhej që Dental Leader Course-i fton këtu, figurat larta të dentistrisë botërore dhe europiane, president asociacionesh, president urdhar stomatologësh të huaj, profesor të nderuar italian dhe profesor të nderuar shqiptar. Kohët e fundit kam siç duket me këtë moshën time dhe të kapur dhe ke ato këngët e tuja të veçanta, çfarë kemi qef mas 60 vjeç, ose jam i ri, po jam 50 vjeç, po jam i ri akoma, kupton, që mu më kanë prekur në talentin tat. Doja të theksoja që këto kohët e fundit po afrohet gjithmonë më tepër kjo tendenca ime për të komentuar një podcast edhe një intervist me afeksion dhe me respekt. Respekt dhe afeksion. Respekt, por dhe mirënjohje. Mirënjohje për atë që neve na takon, për brezat. Dhe kur themi mirënjohje për brezat, që flasim për profesorët e nderuar shqiptar që na kanë dhënë ABC-n e dentistrisë, mirënjohje shkon edhe për prindrit dhe maestrot e dentistrisë shqiptare. Dhe kush më bukur se sot mund të tregonte një mirënjohje për maestrot, kur maestrot i ka të familjes vet, një figlio d'arte, që mund të jetë doktor Graniti ose Graniti në mënyrë miqësore. Një figlio d'arte në dentistri, sepse vjen nga një bab dentist, një nën ortodonte, një vlla dentist edhe vet dentist. Kështu që këto janë brezat e jonë. Kjo është mirënjohja për brezat. Dhe nëse ne nuk kemi mirënjohje dhe respekt për kush na krijoi dhe kush na dha atë hapin e parë, nuk mund të kemi respekt për njëri tjetrin. Dhe pse unë vlerësoj Granitin dhe pse e kam ftuar sot, një është mirënjohja dhe respekti dhe figura që ai transmeton. Dhe një njeri që s'ka respekt për hapat që ka bërë, për profesorët shqiptarë që ndërtuan, për profesorët që i dhanë ABC-n, për prindrit që i pati dentist dhe i transmetuan zanatin dhe profesionin. Si mund të ketë respekt për Dental Leaderin që ishe i pari këtu në Shqipëri që krijoi kurset pas universitare, që në çdo hap të dentistrisë, në çdo tematik të dentistrisë, kursin e parë e kemi bërë neve këtu. Dhe ashtu erdhi dhe njohja ime me Granitin në hapat e para të rritjes profesionale. Dhe ashtu njoftëm në ngritjen tonë profesionale, në kurset, në formimin profesional dhe pastaj në specializimin, sepse doktor Graniti, për ata që nuk e njohin, është edhe specialist i kirurgjisë orale, ku jemi njohur në bankat e Universitetit Aldent, ku kemi transmetuar dhe përfituar nga eksperjenca reciproke e njëri tjetrit. Dhe logjikisht të profesorëve të nderuar italian që na kanë mbështetur në këtë formim profesional. Unë sot do t'i bëja ca pyetje Granitit, dhe pyetjet do t'i filloja me dentistrin, me familjen dhe me profesionin. Dhe pastaj do zbulojmë një anë tjetër shumë atraktive të Granitit, po t'ja lem intervistës. Granit, mirë se erdhe, dhe unë doja që të lija ty 2 fjalë që si gjinesh ke Dental Leader Course dhe çfarë të ka ofruar ty me Dental Leader Course dhe me Edmond Memën. Fillimisht ju falenderoj për ftesën, edhe pse ishte ftesë shumë e gjatë, shumë herët e bome nga ana juaj,
ku me pamundësi nga angazhimet e shumta që kishim të dy palët, nuk mundi më realizu dhe me ditë soti, po sot ishte kismet që thojmë neve dhe ja u realizua. Më mirë vonë se kur. Më mirë vonë se kur. Dhe për mua vërtet është një nder i veçantë sepse Dental Leader kursia mua më lidh me në shumë aspekte, po më shumë më lidh ajo pjesa e formimit tim profesional, ku siç e thekët edhe ju, ishit një ndër organizatorët e parë të trajnimeve dhe kurseve të ndryshme dentare, duke filluar edhe për implantologjisë bazike dhe asaj të avancuar, ku me kadavrët, me shumë pjesë tjera praktike, ku vlen të theksohet sepse është një ndër institucionet më të përgatitura në mos them në Shqipëri, se Shqipëria është e vogël me përgatitje që keni, por është një ndër vendet, një ndër pikat, mund të them lirisht edhe më e madhe në Ballkan. Faleminderit. Për mënyrën e organizimit, profesionalizmin e shtuar dhe pajisjet e shumta që ju i keni në dispozicion. Këtu del mjeshtri vërtet nga këto ambiente ku pa dashur t'ju bëj qefin, është pjesë praktike që shumë kolegë tonë e tani më veç e kanë prekur me dorë dhe janë duke i korë sukseset e tyre, kuptohet që i kanë marrë nga hapat e parë që i kanë bërë këtu. Kuptohet edhe në avancimet e ndryshme profesionale që i kanë realizuar gjatë studimeve. Për mua është një nder veçantë dhe të falenderoj për zemër juve dhe komplet stafin organizativ që merren me podcastin. Unë falenderoj në mënyrë të veçantë ty që ke ardhur këtu, sepse për ne është nder, edhe jo pa qëllim, je dentisti i parë shqiptar që ftohesh në këtë podcast, mbas profesor Ademalushit në nivelin që përfaqëson akademikët. Do shkruhet historia. Do shkruhet historia, kështu që për neve është një iniciativë e veçantë kjo. Po të ndërhyj ndoshta pak, për mua po m'pëlqen në mënyra ambienti se si po transmetohet ky podcast, jo nga ato podcastet politike që jam mësuar me ndëgju gjatë gjithë kohës, edhe vlen të theksohet se është podcasti i parë shqiptar për dentistët që organizohet në këtë formë. Bravo, faleminderit. Jemi shumë mirënjohës për juve dhe komplet punën e stafit juaj që bëni. Doja t'ja kujtoja dentistëve shqiptarë këtë që kur e krijuam këtë podcast, patjetër që edhe dhënat flasin vetë, YouTube-i flet vetë, datat e regjistrimit flasin vetë, po kur e krijuam këtë podcast, kemi qenë të parët në Shqipëri që na shkoi si ide. Ndoshta keni pas paragjykimet e para. Kemi pas paragjykime sepse bënte edhe Edi Rama dhe kështu që pak a shumë jemi në interval kohë. Në interval kohës jemi aty. Domethënë unë kisha vënë në re. Unë them që ju jeni para. Ndoshta mund ta kem pas në mend përpara, po atë nuk e dim, duhet pyesim Ramën, mos e ka pas ai përpara, po pak a shumë në nivel politike gjithmonë Ramën si takon sepse Rama i ka bë dhe i meriton këto gjëra në nivel. Kështu që ai ngelet i pari, kurse në nivel dentistrie nuk mund të themi ndryshe sepse dhënat flasin dhe nuk ju merr primatin askush. Nuk na merr primatin, megjithëse ne duam t'ia japim primatin me shumë kënaqësi dhe i presim me kënaqësi brezat, sepse unë tash jam dhe kur i thon llafes në apicin e karrierës dhe normalisht për mua është kënaqësi që ti transmetoj dhe ti lek këto eksperjenca dhe mbëhet qefi kur shumë kolegë o organizator tjerë afrohen. Mos më anko për moshën. Jo, nuk ankon, po dëshira është që ti të transmetoj këto, ti le. Robi plaket kur don vet. Edhe këtë regjistroje këtë sepse do jetë një nga kërkesat e mia. Ajo që më spikat edhe të falenderoj edhe për mënyrën se si e prezantove dhe si e falenderove Dental Leader Coursin, edhe përsa i përket primatos edhe gjithë kontributit tim, po ta specifikoj dhe ty sot që ajo që më bën përshtypje është mirënjohja. Ti ke një mirënjohje të jashtëzakonshme edhe këtë transmeton. Ke një pasion për t'i transmetuar kolegëve atë që di. Ke një talent në fushën tate të dentistrisë, kam pa dhe disa anë të tjera talentin që ke në fotografinë. Edhe kjo më ka bë përshtypje në fushën tate. Si është ky pasion i fotografisë? Nga të ka ardhur ky? Po fillojmë fillimisht tek mirënjohja që e ceke. Unë pa diskutim që duhet të jem tepër mirënjohës, sidomos për
këtë pjesë tjetër të Shqipërisë të madhe pequj, sepse nuk e ndoj Kosovën për Shqipërisë asnjëherë, edhe pse tentativat të ndryshme flasin ndryshe, po ato asot jalojnë politikës. Jalojnë politikës, po neve kemi treguar me vepra që ndahemi. Unë jam tepër mirënjohës sepse me origjinë jam nga Kosova, vi nga Kosova, nga qyteti i bukur i Pejës, dhe një këmbë kam të Peja, një këmbë kam të Tirana. Më thonë, Tirana më lidh me nivelin tim profesional, akademik, shkollimit, kurse Peja është kuptohet vendlinja dhe punën që unë bëj për ditëshmëri. Mirënjohje të veçantë për profesorët të nderuar, të cilët na i kanë dhënë celulat e para, ABC-n e stomatologjisë, pa diskutim edhe familjes së qyshjuet ceket më parë, ku unë vi edhe për familjes dentistësh, ku babin, mamin, vllau, jemi komplet një staf profesional të fushës të stomatologjisë. Ideja e fotografisë që ju e përmendet më përpara, kuptohet që unë fillimisht jam marrë me muzikë, ku moshën 5 vjeçare, 6 vjeçare kam fillu të këndoj në për festivalet të ndryshme që organizoheshin fillimisht në shkolla, pastaj në për nivelet qytetësh dhe nivelet shtetësh, ku gjithmonë ka intrigu fakti se si unë më regjistrohem në një video incizim, në një fotografi, dhe më ka intrigu se si realizohet një fotografi profesionale. Ndoshta babi ka pas një pasion, jo ta quajmë pjesë profesionale të fotografisë, po pasion më shumë, ku gjatë gjithë kohës e merrte një fotoaparat me veti dhe më fotografonte hapat e parë se si unë zhvillohesha, se rritesha. Pastaj me të fillu studimet, unë fillova të merrem pak më mënyrë më profesionale me fotografinë, sepse më interesonin ti fotografoja rastet klinike, ti dokumentoja e para dhe pas. Dhe nga ngarkesat e punës, nga përditshmëria e punës që kishim, ju e dini që profesioni jonë është tepër stresues, doja që kohën e lirë ta menaxhoja disi dhe ta shkarkoja energji negative. Dhe dilja në natyrë kryesisht, ku fotografoja një lule, një insekt fillimisht, dhe kështu të lindi ai orreksi duke u rritë dhe fillova të kaloj në wildlife fotografi, botës së egër, ku normal investovan pajisje të ndryshme dhe fillova turin të eksploroja vende të ndryshme të botës, me theks veçantë Afrikën, Rumaninë, Bullgarinë, Hungarinë, Shqipërinë, rrallë parë se Shqipëria ka vende tepër të bukura, duke eksploruar gjithmonë malet, por mos harrojmë diçka që deti është shumë i veçantë, dhe aty kam marrë edhe trajnimet e para, mund të quaj, dhe fotografitë mund të them më të bukura që realizohen fotografitë underwater, se përfundi ujit. Bravo. Kuptohet, ajo do një angazhim specifik, ekstra të veçantë, ku unë kam bërë trajnimet, kërkon pajisje. Ka pajisje, trajnimet veçanta, dhe unë kam marrë tek niveli i dytë, eventualisht tani po merrem me nivelin e tretë të master diving, ku më lejohet bëj zhytje mbi 42 metra thellësi. Komplimenta. Kështu paka shumë sysh me thonë, me përkufizu anën fotografike, ku te pjesa profesionale ne kemi dhënë një kontribut veçantë edhe tek kolegët tonë, te dentistët tonë, ku kemi organizuar shpeshherë trajnime për dental makrofotografi, sepse shpeshherë kolegët tonë ndoshta ballafaqohen me raste të dështuara ose jo të dështuara që duhet i dokumentojnë edhe para nivelit gjyqësor. Ku mund të jetë një ta quajmë një rast me precedent penal ose gjyqësor, dhe nëse kolegët tonë e kanë dokumentuar rastin klinik para dhe pas, arrin që nëpërmjet një fotografie të mirëfill të prezantuar, një fotografi të mirëfill dentare, që dokumentojnë atë realitetin se ç'është kanë. Pikërisht, unë e kam pas gjithmonë objektiv këtë që të organizoj, dhe kam organizuar një takim për medicinën odontoiatrian forens, për sa i përket mjekësisë ligjore në dentistri, dhe një nga bazat e para që dentistët shqiptar me gjithë përgatitjet superlative që kanë nga ana ime në të gjitha fushët e dentistrisë, lënë për të dëshiruar dokumentacionin. Kjo ndodh edhe me dentistë huaj europian, jo të gjithë i kushtojnë kohën e duhur, rendin mas punës, rendin mas realizimit, mas ndarjes kirurgjikale, mbylljes kirurgjikale, suturimit, dhe në fund thënë,
Po kur ndodhin Nuk i bëra gjanat, 2 foto. po kur ndodhin gjanat pastaj kërkojnë, si. Kërkojnë. Dhe Po edhe për pasion, edhe për akademi. po. Një tregon rastin para, gjatë dhe pas dhe e demonstron. Tani juve po ju ngelet një barë përgjësie që të shfrytëzoj rastin dhe nga ky podcast Po. të organizosh shumë shpejt një dental makrofotografi Është e bërë. Lajmërojmë dentistët shqiptar, t'i japim një periudhë maksimumi 4-5 muaj organizim dhe do jemi një nga sallat e dentistrisë dhe të odontojatrisë shik dhe ta themi me krenari në nivel europian, jemi pothuajse unik, paka shumë të gjithë dentistët e din nivelin e atresaturave të dental leader course-it, e din pajisjet, bankot, mikroskopat dhe gjitha, dhe për fatin ton të mirë nuk mungojnë edhe pajisjet fotografike, të cilat edhe ato do t'i pasurojmë, edhe do lajmërojmë që një nga relatorët e ardhshëm të fotografisë në odontojatri do jetë miku jon i ngushtë dhe odontojatra talent i disa fushave që cilët me sa po shohun sonte do na dueshin 10 podcaste për ta prezantuar, do jetë Granit Hyseni. Me shumë kënaqësi. Është krenari dhe kënaqësi për neve që ta organizojmë. Kemi marrë një premtim para dentistëve shqiptarë dhe them se do ta mbajmë premtimin. Si shumë premtime tjera që kemi marrë. Edhe një diçka të veçantë që nuk do t'i ngelem borxh asnjëherë Shqipërisë, sepse fal fotografisë që ku kemi bërë promovimin e parqeve nacionale të Republikës së Shqipërisë, fal angazhimit ton, Shqipëria na nderoi me dhënien e nënshtetësisë para kohës së pandemisë, dhe unë gëzoj 2 nënshtetësi, për mua është një nder i veçantë. Kuptohet, është bërë me dekret presidencial dhe në Divjak, në qytetin Divjak dhe në Divjaka Karavasta, llogaritëm si qytetar nderi aty vendi, për mua është një nder i veçantë. Unë ma more mu se do ta thoja unë këtë, po komunque kjo është për ta rivlerësuar e për ta ritheksuar për ata që të cilët mund t'i ketë rrëshqitur ky fakt që nuk është ka shumë kosovarë që kanë marrë shtetësinë shqiptare. Anzi, po t'isha unë president, do t'ja kisha dhënë gjithë Kosovës shtetësinë shqiptare me dekret kuvendi edhe me referendum, edhe dhe nuk e di se si funksionon nga ana ligjore, sepse unë nuk jam ekspert i fushës ligjore, po me dëshirën dhe zemrën dhe me pasionin që kam në formacionin tim politik dhe juridik, jam i bindur që një ditë urojmë që mos bëhem president, se po bëra do bëjmë shumë gjëra ndryshe, dhe një nga gjërat ndryshe që do bëja do t'i jepja të gjithë kosovarëve shtetësinë shqiptare. Por ajo që na pengon dhe që neve nuk arrim ta konceptojmë është qytetari nderit ose titulli mirënjohjes. Këto janë tituj që jo shumë veta i marrin. Domethënë, shumë kosovarë kanë shtetësinë shqiptare, po pak kanë titullin e mirënjohjes të qytetarit nderit. Dhe për neve është nder që një dentist kosovar shqiptar i Kosovës, përveç shtetësisë shqiptare, është dhe qytetar nderi për kontributin që ai ka dhënë për demonstrimin dhe për publikimin dhe për hapjen në nivel internacional të këtyre pasurive kombëtare tona të fotografuara me pasion dhe nga një domethënë e çuditshme ashtu nga një dentist shqiptar, me këtë lloj pasioni. Komplimenta. Unë do të bëja edhe një tjetër vlerësim, dhe kjo besoj se është pjesa më e bukur, më e gjallë, sepse është bukur të bësh dhëmb, të bësh art. Është bukur të formosh një dhëmb, të bësh kuspitit, të bësh molar të bukur, ta fotografosh, ta punosh, ta ndërtosh nga ana protezike, nga ana kirurgjikale, të vesh një implant, të organizosh indet e buta, të i bësh bukra, të vesh një kondicionator, një kushtëzues të indeve të buta, e tjera. Bësh një ndërhyrje paradontale. Domethënë, këto janë art në dentistri. Po këto lloj artistësh, këto lloj talentësh, e këto lloj gjenish, sepse nuk është se po e egzagjeroj, lindin edhe për këto lloj gjëra tjera dhe dallohen nga shumë pasione.
pasionet për sportin, për fotografin, për zhytjet në ujë, për dentistrin, për talentin që ka si profesionist, si dentist, po një talent i veçant i Granitit për ata që unë s'besoj që ka dentist që se njeh, po për ata të rit që po dalin tash që nuk njohin, që mos krijojnë atë konfuzionin e madh, sepse ne kemi dentistë që kanë zgjedhur fushën e artit. Po e kanë lënë pak më janë fushën e stomatologjisë. Kemi dentistë që kanë zgjedhur fushën e artit dhe bashkë me artin kanë çuar përpara edhe stomatologjinë. Po kemi edhe një rast si puna e doktor Granitit, i cili bashkë me dentistrin që e ka çuar në nivel ekstrem profesional, dhe për këtë i heqim kapelen dhe vlerësimet maksimale të mia si organizator dhe administrator i akademisë më të madhe që ka Shqipëria aktualisht, po e them edhe si njohos personal dhe mik personal, përveç këtij niveli që ka rritur në dentistri, një talent i veçantë edhe unë do kisha dëshirë që të më shpjegoje se si u lidhe me talentin tuaj të mqefur që është muzika dhe kënga. Si e krijove këtë lloj pasioni? Nga kush ka qenë shkëndija e parë që ti fillove të kuptosh që je një gjeni në këtë fushë? Po realisht ca gjëra janë gjenetike, ku nëna ime ka një zë shumë të bukur. Dhe po ashtu edhe tezja ime, dhe në veçanti është doja i cili është marrë me muzikë në mënyrë profesionale, derisa vjen një periudhë ku e lën muzikën për shumë arsye. Do thotë gjeneza ka ardhur prej nënës. Është familjare. Është familjare. Nga njerëz të nënës. Dhe talenti është pa qysh në fëmijëri, do thotë, ku pastaj babi, nëna dhe mu më kanë avancuar, më kanë shtyr përpara që mos çaloj te muzika, po të avancoj, do thotë. Kuptohet tu e pa talentin, kam përfundu shkollën e ulët të muzikës për kanto dhe për fisharmonik, duke u rritur e pashmat udhës që të vazhdoj në nivele tjera akademike, si që është fusha e stomatologjisë, mirë po pa e anashkalu asë njerë pjesën e muzikës, ku unë kam pasur orkestrën time, Ardianet në Sokohë të quajtur. Pastaj tu rritu profesionalizu, kuptohet ka marrë pjesë në për festivalet të ndryshme, në për ahengjet të ndryshme familjarë, në për koncerte, në për mitingjet të ndryshme, ku në përmjet muzikës jam mundu të paraqes atë pjesën më të bukur, të thotë. Komplimenta. Edhe unë do kisha dëshirë, megjithse kushtet profesionale këtu nuk na lejojnë të bëjmë atë që duhet në maksimum transmetimin e artit të muzikës dhe të nivelit lartë, dhe sepse ju e dini të gjithë, kush merret me muzikën, unë kam ca miq muzikantë të rëndësishëm, dhe kam edhe atë njohurinë jo shumë të egzageruar të fushës muzikës, që i vogël dhe unë dilja me atë dajën tim, që ishte pjesë e një grupi muzikal në kohë të diktaturës, dhe dilshi në përdasma me orkestra, dhe ishte kitaristi i grupit, dhe mu më mershin të vogël me vete dhe i shoqëroja në për të dasma, dhe pasioni im ishte që merja pjesë ke grupi organizativ i orkestrës. Dhe kur mbaron të dasma, daloshim në bulevard, ke bulevardi Elbasanit, se unë vi nga Elbasani. Elbasani bukur. Edhe kur vishim ke poshtë një shtylle dritash neoni, hapesha e kutia fizharmonikës, se kutia fizharmonikës fushin paret që mblidhesh. Edhe nga që unë ishte edhe shumë djali shkathët, këton edhe i zoti, kisha fitu olimpiadën e matematikës në ato vite, edhe më thoshin, tashi lekët do t'i ndash ti, edhe unë i ndaja 5, 5, 5, 10, 10, 10, 20, 20, edhe bëja t'arja lekë, dhe më kanë ngelu në memorie këto. Ka shku jeta me lekë. Që i vogën, edhe maj men, pastaj në vitet kur fillova gjimnazin edhe fakultetin,
që në gjimnaz, drejtori i gjimnazit në thirrri dhe vendosi që mramjet e vallëzimit të gjimnazit i organizoja unë. Se s'janë si sot, që ju sot marrin emrin e lokalit dhe gjinen atje në lokal me DJ, me gjitha. Atëherë ishte duhet të thrisje orkestrën, duhet merrje palestrën, pastaj uleshin çunat përballë, vajzat përballë, fillonte muzika dhe lçoheshin çunat, do të merrshin kapshin në një gocë që ta ftoshin për të kërcy. Domethënë ka qenë momente të bukura dhe shumë origjinale dhe shumë natyrale dhe kuptoj nga konceptet dhe njohuritë që kam pasur për muzikën, vere shumë gjëra talent këti, domethënë dhe kam vënë re që është edhe vështirë të realizosh muzikën live si unë do kisha dëshirë të realizoja sonte në një moment live, e di që do ketë vështirësitë e veta dhe dikush do thotë stonoj pak graniti sonte. Kjo është e bukur e live-it. Kjo është e bukur e live-it sepse e paraqet ato realisht se kush je dhe sa ti ke diapazon. Bravo. Desha të lidhi diçka me muzikën. Më kujtohet një shprehje e madhe e doktor Ngadhnim Domit, violinistit i cili me një ligjërat që na mbante tha kush nga ju di të muzikë, ose qof një vegle muzikore, qof për kanto diçka, dhe nga salla shumë pak vetë ishin pjesë e muzikës. Tha koleg, Granit tha ti po të ndoj, tha, koleg të ndërum, nëse dëni me arrit në kirurgjin orale edhe kirurgjin maksillofaciale, patjetër duhet t'i njofsh tingujt sonor. Do të tingujt perkusionet, sidomos kur bën atë sinusit po se duhet ta ndjesh dhe kjo lidhet shumë me afinitetin e muzikës i cili ta zhvillon këtë lloj dhuntie. Do thotë muzika fillimisht të ndihmon në çdo sferë të jetës. Atë. Kjo është edhe një e dhën karakteristike veçante edhe djalit tim Matias, dentistit. E pashun edhe ai ka një talent veçantë në zë, që kur ka qenë i vogël në shkollën fillore në Itali, atje merrshin ke grupi muzikale këtë, dhe tash është briljant në fushën e zonë. Bravo, dhe fushën gjëja e parë që i kam thënë, duhet veshi. Sepse kur godet në të ngritin krestalet sinusit dhe godet paf, edhe jenë kortikale. Jenë spongjos, ose kur i godetet implantin ka një tingull metalik, pam, e shef që ka oste integrim. Kështu që neve në fushën e dentistrisë e marrim muzikën dhe e përdorim për interesat e jona, dhe kjo është pjesë e aftësive. Patjetër. Aftësive të mund memës. Kështu që më pëlqejnë këto gjëra dhe duke justifikuar përpara dentistëve shqiptar që ata që kanë një vesh të sprovuar muzikal, qofse vjen re në një not të stonuar, kjo vjen për arsyet e live-it, vjen për arsyet e improvizimit, dhe siç e shikoni jemi në wallin e Dental Leaderit, nuk kemi as studio të insonizuar me sfungjera, me akustik, atje nga salla tjetër është dikush që po pastron veglat edhe noflat e pjesëve anatomike shtazore që u përdoren për implantologjinë. Kështu që po ngjut në tingull tjetër, janë tingujt e instrumenteve metalik që po kombinojnë. E ftojmë gigantin, gjenin e dentistrisë shqiptare në fushën e muzikës, Granit Husenin, na përshëndesi me 2 o 3 këngë të pasionit, mos harrosh atë burri plaket kur do vetë që ta marrin vesh të miqtë mi që nuk ka shplak akoma, rrobi plaket kur do vetë. Okej. Me shumë kënaqësi që të pata këtu. Edhe kënaqësi, një falënderim të veçantë edhe ne për juve, për gjithë stafin, kënaqësi falënderim të veçantë për çdo profesor i cili më ka dhënë ABC-n e parë në fushën e stomatologjisë, në veçanti fakultetin UFO, fakultetin Aldent, edhe profesor të ndryshëm që mos i përmend gjithë me emra sepse ju ngelen mbash. I kemi falendëruar dhe përshëndetur të gjithë. Faleminderit. Përshëndesim me 2 këngë në nivelin e kësaj darke kaq të bukur dhe kësaj interviste kaq të bukur, duke filluar nga profesorët që kanë dhënë kontributin e vet në fushën e dentistrisë, që të kanë dhënë një shtytje, që ishin profesorët e huaj, dhe pastaj profesorët shqiptar, pastaj familja jote e rëndësishme që ka trashëguar këtë
talent si në fushën e dentistrisë, të fotografisë dhe të muzikës. Përshëndesim kolegët dentist, të cilët janë miq të ngushtë dhe që të kanë vlerësuar në këto vite dhe që të kanë ndjekur, dhe ne do japim një kontribut dhe ne për ata në talentin tatë që t'ja trashëgosh atyre. Dhe përshëndesim dhe Dental Leader Course-in si shtëpia e dentistëve, po siç e kuptuam edhe sonte, është shtëpia e talentëve. Dhe mos haro atë këngën që folëm bashk. Robi plaket kur don vet. Edhe të mund me plaket kur don vet. Edhe kur ti jepni leje juve. S'do plakesh kur on më. Kur ti jepni leje ju. Respekt. Respekte, gati. Moshën e dashurise, kur I mbusha 20 vjet, mes dhimbjesh mora rrugën, vasho për në gurbet. Mes dhimbjesh mora rrugën, vasho për në gurbet. Mendonja, mes dhimbjesh kumonja, shikimin e styçkave të saj. Si shkoi dashuria, si humbi lumturia, dhe I Zotit I lutem të më fal. Mendonja, mes dhimbjesh kumonja, shikimin e styçkave të saj. Si shkoi dashuria, si humbi lumturia, dhe Zotit I lutem të më fal. Të lashun ty mojtana, të lashu në vetmi, tanën dhe korçën time, valës do të shoh me sy. Tanën dhe korçën time, valës do të shoh me sy. Mendonja, mes dhimbjesh kumonja, shikimin e styçkave të saj. Si shkoi dashuria, si humbi lumturia, dhe Zotit I lutem të më fal. Mendonja, mes dhimbjesh kumonja, shikimin e styçkave të saj. Si shkoi dashuria, si humbi lumturia, dhe Zotit I lutem të më fal. Ajma me kur po ta shkova, pikë se pari unë e mjeri, se në Tiranë student qëllova, s'pate vest dhe më traftove. Ajma me kur po ta shkova, pikë se pari unë e mjeri, se në Tiranë ushtarët qëllova, s'pate vest dhe më traftove. Flejti flejë shpirti im, edhe hana letriqon, mos besov shmoj të bajbe, për se gjallis të harroj. Flejti flejë shpirti im, edhe hana letriqon, mos besov shmoj të bajbe, për se gjallis të harroj. Dental Leader Course. Jam I lodhur në maj,
ka plue, mu mbush zemra me hidrime, dhe s'po munde me u durue. Jam I lodhur në vajtime, dhe vetëm jam ka plue, mu mbush zemra me hidrime, dhe s'po munde me u durue. Ti flejo shpirti im, edhe hana letriqon, mos besosh muj të bajve, përse gjallis të harron. Ti flejo shpirti im, edhe hana letriqon, mos besosh muj të bajve, përse gjallis të Robi plaket kur do vet. Hajde mund mema, hajde. Edmond Nema plaket kur t'i japi leje dentistria shqiptare. Asnjë. Moshe bukur kjo rinia, gjo ma të mirë bota se ka, mirë poja që vjen pleqëria, dhe ke borgje për me ila. Mirë poja që vjen pleqëria, dhe ke borgje për me ila. Lule tu I flutrue, o tu bashim tu I badashni, robi kur se ka mendue, se vjen brapa një pleqini. Robi kur se ka mendue, se vjen brapa një pleqni. Në mos lije osa osha, veç ti gjamore është e vërtet, robi s'plaket kur vjen mosha, robi plaket kur don vet, robi s'plaket kur vjen mosha. Edmond Nema plaket kur japim lejen. Ju falenderoj shumë.